Kjo është një histori për tradhtin, për një burr që besonte se paratë e bënin të paprekshëm, dhe për një nën, heshtja e së cilës përfundoi në momentin kur vajza e saj u shty shumë larg. Është një histori për pushtetin që shpesh është i zhurmshëm, por drejtësinë që lëviz në heshtje. Për mënyrën se si dikush mund të planifikojë gjithçka, të ngrijë llogarit, të izolojë partneren, ta poshtërojë publikisht dhe sërish të harrojë një të vërtetë të rrezikshme. Nuk e di kur kush po vëzhgon, apo kush është gati të dalë përpara kur vjen momenti. Para se të fillojmë, merrni një çast për të mbështetur kanalin. Abonohuni që të mos humbisni histori si kjo, histori për njerëz të vërtet, dhimbje të vërtet dhe pasoja reale. Nëse kjo histori ju prek, merrni në konsiderat të lini një super falenderim. Mbështetja juaj ndihmon që këto histori të vërteta, të treguara me kujdes, të vazhdojnë të jetojnë. Dhe mos harroni, na tregoni në komente nga po na shikoni. Më pëlqen gjithmonë të di se nga cilat vende po na dëgjoni. Tani, le të fillojmë. Elira kishte besuar gjithmonë se dashuria, kur trajtohet me kujdes, mund t'i mbijetojë çdo gjëje. Distancës, lodhjes, sakrificës, madje edhe vetmisë së heshtur që vjen kur nis jetën nga e para në një vend të huaj. Ajo e besonte këtë sepse e kishte jetuar ditë pas dite në një apartament të vogël por të rregullt në periferi të një qyteti gjerman, ku zërat shqip ishin të rrallë dhe dimri dukej sikur zgjaste më shumë se ç'duhej. Ishte 27 vjeçe kur u shpërngul në Gjermani, me një valixhe, një dosje dokumentesh të përkthyera dhe vendosmërinë e qetë të dikujt që e dinte saktësisht pse po largohej. Mjekësia nuk kishte qenë kurrë një ëndër e ndërtuar mbi fantazi, ishte praktike, kërkuese, disiplinuese dhe me kuptim. Ajo donte një jetë ku duart e saj shëronin dhe mendja e saj mbetej e mprehtë. U regjistrua për studime mjekësie, ndërkohë që punonte me kohë të pjesshme kudo që mundej. Korridore spitalesh, shtëpi kujdesi, turne nate që mbanin erën e dezinfektuesit dhe lodhjes. Arbeni ishte tashmë atje kur ajo mbërriti. Ai kishte ardhur vite më parë, kishte ndërtuar stabilitet, kishte mësuar sistemin dhe kishte mësuar si të fliste me siguri në një gjuhë që Elirës ende i dukej e ftohtë dhe e huaj. Punonte me kohë të plot në logjistik, një punë që paguante mjaftueshëm për të larguar frikën, por jo ambicien. I pëlqente kontrolli, oraret, parashikueshmëria. I pëlqente të ishte ai që dinte si funksiononin gjërat. Martesa e tyre kishte udhëtuar me ta përtej kufive, si një pallto e njohur. E morën apartamentin me qira bashk, firmosën dokumentet bashk, mësuan ritmin e jetës gjermane bashk. Në mbrëmje, pas turneve të gjata, ktheheshin në të njëjtën kuzhinë. Elira gatuante kur kishte fuqi, ushqime të thjeshta shqiptare që ja kujtonin shtëpinë, supë me oriz, vezë të skuqura lehtë me vaj ulliri, buke ngrohur mbi sobë, ndonjëherë byrek në fundjavë kur trupi e lejonte. Arbeni hante në heshtje, duke lëvizur gishtin në telefon, her pas here tunde kokën, ndonjëherë komentonte për kripën. Nuk grindeshin shpesh. Jeta e tyre nuk ishte e zhurmshme, ishte e rregullt, pothuajse e kujdesshme. Elira studionte deri vonë natën, librat të grumbulluar me kujdes, shënimet të theksuara me ngjyra të ndryshme. Arbeni zgjohej herët, dilte para lindjes së diellit dhe kthehej me erën e ajrit të ftohtë dhe dyshemeve të fabrikave në xhaket. Flisnin për gjëra praktike, fatura, orar, ushqime, rrallë për ndjenja. Elira nuk e shihte këtë si mungesë, e shihte si qetësi. Llogaria bankare e përbashkët erdhi natyrshëm. Ishte ideja e Arbenit, e paraqitur butë, logjikisht. Një llogari, shpjegoi ai, ishte më e lehtë për të menaxhuar, një vend për të ndjekur shpenzimet, një e ardhme. Elira pranoi pa hezitim. Martesa për të nënkuptonte përgjegjësi të përbashkët, besim të përbashkët. Ajo transferonte të ardhurat e saj çdo muaj, jo shumë të mëdha, por të rregullta, të kujdesshme, të ndershme. Nga ajo e njëjta llogari ajo dërgonte para në shtëpi. Jo shumë, por mjaftueshëm për t'i ndihmuar motrën e vogël me librat e shkollës, mjaftueshëm për t'ia lehtësuar barrën nënës. Arbeni nuk kundërshtonte kurrë. Tunde kokën, thoshte se ishte në rregull, se familja ishte familje. Elira ndihej mirënjohse. Kjo ja forconte bindimin se ishin një ekip. Ajo edhe kursente, qetësisht, me durim. Nuk imagjinonte luks, imagjinonte stabilitet. Një apartament më të madh një ditë, një fëmijë kur studimet të përfundonin, një jetë ku mundi kthehej në qetësi. Kur shikonte bilancin e llogarisë, nuk mendonte për numra, mendonte për kohë, për vite të investuara bashk. Arbeni i menaxhonte financat, thoshte se ishte më i zoti me numrat, më me përvojë. Elira e pranoi këtë lehtësisht. Ditët e saj ishin të mbushura, mendja e saj ngarkuar me anatomi dhe diagnoza, dhe ajo e besonte atij.
Kur bënte pyetje, ai përgjigjej, kur nuk bënte, ai nuk shpjegonte. Dukej efikase, e pjekur, normale. Megjithatë, her pas here kishte momente që ajo nuk dinte t'i emërtonte. Pauza të vogla. Kur pyeste për shpenzime, Arbeni përgjigjej me siguri që e mbyllte bisedën. Kur sugjeronte ndryshime, ai thoshte se do të flisnin më vonë. Më vonë rrallë vinte. Elira thoshte vete se ishte stres, punë, lodhje, n'asnjë më shumë. Të diellat ecnin bashkë në rrugë të qeta, duke kaluar pranë furrave dhe dyqaneve të mbyllura. Flisnin shqip më zë të ulët, të kujdesshëm për të mos rënë në sy. Donjëherë takonin shqiptar të tjerë për kafe, rinin me orë të gjata me filxhan të vegjël dhe ankesa të njohura për shtëpinë, për largësinë, për faktin se jeta jashtë nuk ishte asnjëherë ashtu siç imagjinohej. Elira dëgjonte më shumë se ç'fliste. I pëlqente të vëzhgonte, i pëlqente të besonte. Natën kur shtrihej pranë Arbenit, duke dëgjuar zhurmën e radiatorit, ndihej e sigurt, jo të zjarritur, jo dramatike, por të qëndrueshme. Ajo besonte se kjo qëndrueshmëri do të thotë forcë, besonte se sakrifica do të shpërblehej, besonte se llogaritë e përbashkëta do të thoshin jetë të përbashkëta. Ajo që nuk shihte ishte sa lehtë mund të numërohet, matet dhe kontrollohet besimin e heshtje, kur vetëm një person mban kilçat. Kur Arbeni fliste për të ardhmen, gjithmonë e paraqiste si një drejtim të vetëm, planet e tij, afatet e tij. Elira përshtatej në të si një variabël tashmë e zgjidhur, nuk i pengonte. Mendonte se partneriteti do të thoshte përputhje, mendonte se dashuria do të thoshte kompromis. Ajo kur nuk e kontrolloi llogarinë vetëm, kur nuk vuri në dyshim tërheqje që nuk i njihte, kur nuk imagjinoi se transparenca mund të ishte selektive. Pse do ta bënte? Ky ishte burri im, njeriu me të cilin kishte kaluar kufi, njeriu që hante ushqimin e saj, flinte pranë saj dhe fliste gjuhën e saj në një vend të huaj. Në mendjen e saj barazia nuk e nevojitet të provohej, ajo ekzistonte sepse ajo besonte në të, dhe pikërisht kjo besim e bëri të mundur gjithçka tjetër. Gjithçka ndryshoi pa paralajmërim, në një ditë që nisi si çdo tjetër. Elira ishte rrugës për në punë, me çantën e shpinës mbi supe dhe mendjen ende të mbërthyer të një provim që e kishte lënë pa gjumë natën e kaluar. Ndaloi te një dyqan i vogël për të blerë një kafe të lirë, diçka që zakonisht e bënte pa menduar. Kur nxori kartën dhe e vendosi mbi terminal, buzëqeshi mekanikisht. Pajisja lëshoi një tingull të thatë. Transaksioni u refuzua. Ajo provoi sërish, e njëjta gjë. Punojësja ngriti syt, e vështroi shkurt dhe ja ktheu kartën pa fjalë. Elira u shkuq, kërkoi falje dhe doli jashtë. Mendoi se ishte një gabim teknik. Kartat gabojnë, sistemet bien, gjëra të vogla që ndodhin. Por ndjesia nuk ju largua. Në pushimin e drekës, provoi të hynte në aplikacionin bankar nga telefoni. Fjalkalimi nuk funksiononte. Provoi ta rivendoste. Mesazhi që u shfaq ishte i ftohtë dhe i prerë. Aksesi juaj është kufizuar. Zemra i rrahu më fort. U ul në një stol të ftohtë pranë ndërtesës dhe u përpoq të merrte frym normalisht. Kur u kthye në shtëpi atë mbrëmje, Arbeni ishte aty, i qetë, ulur në tavolinë, duke parë telefonin. Nuk ngriti syt kur ajo hyri. Elira qëndroi në këmbë për disa sekonda, sikur të priste një shpjegim që të vinte vet. Arben, tha më në fund, me zë të ulët. Kartat nuk po punojnë. Llogaria, ai ngriti syt ngadalë, pa nxitim. E di. Vetëm kaq. Asnjë sqarjur, asnjë hutim i shtirur, vetëm një pohim i ftohtë. A mund të më shpjegosh çfarë po ndodh? Pyeti ajo duke u përpjekur të ruante qetësinë. Kam nisur procedurat e divorcit, tha ai, sikur të fliste për diçka administrative. Avokati më këshilloi të ngrija llogarinë e përbashkët. Fjala avokat i ra si goditje. Divorc, përsëriti ajo. Pa më thënë asgjë? Ai u ngrit, mori xhaketën dhe e vuri me kujdes. Nuk ishte nevojë për diskutime. Gjërat nuk po funksiononin. Elira ndjeu sikur dhoma u bë më e vogël. Po paratë mia, tha ajo. Un kam kontribuar, kam punuar, kam dërguar para në shtëpi. Ato janë edhe të mijat. Arbeni qeshi lehtë, një e qeshun e shkurtër që nuk kishte asgjë të gëzuar. Ti, çfarë ke kontribuar ti realisht? Punë me orë, studente përgjithmonë, un kam mbajtur këtë shtëpi. Fjalët i goditen më fort se sa ngrirja e llogarisë. Ne hapëm bashkë atë llogari, tha ajo, për të ardhmen tonë. E ardhmja ime, e korrigjoi ai. Parat janë të mijat, emri im është ai që ka peshë këtu. Ajo ul ngadalë në karrige, këmbët nuk e mbanin më. Nuk më the asgjë, pëshpëriti, asnjë shenjë. Nuk je më fëmijë, u përgjigja i ftohtë. Duhet ta përballosh. Ditët që pasuan u kthye në një mjegull të rëndë.
Një njoftim zyrtar nga gjykata mbërriti në kutinë e postës pera se Arbeni t'i jepte një shpjegim të plot. Letra ishte formale, e thatë, në gjermanisht të sakt. Procedurë divorci, masat financiare të përkohshme, asnjë detaj njerëzor, asnjë hapësirë për ndjenja. Elira lexoi rreshtat disa herë, pa i ndier fjalët. Ajo nuk kishte akses në kursimet e saj, nuk kishte para për avokat, nuk kishte familje pranë, vetëm një dhomë që papritur nuk ndihej më si shtëpi. Arbeni u bë edhe më jashpër. Çdo bisedë kthehej në llogari. Ti nuk ke ndërtuar asgjë, i thoshte. Ke jetuar nga puna ime. Kur ajo mendonte netët pa gjumë, turnet, paratë dërguara në Shqipëri, ai tunte kokën me përçmim. Këto janë zgjedhjet e tua. Nuk më detyrojnë mua. Ajo ndaloi së kërkuari shpjegime, ndaloi së mbrojturi veten. Lodhja ul mbi të si një batanie e rëndë. Qante vetëm në banjë, pa zhurmë. Në kuzhinë gatuante më pak. Ngrinte ujë për çaj dhe harronte ta pinte. Librat e mjekësisë qëndronin të hapur, por mendja nuk përqendrohej. Nuk pati shpërthime, nuk pati skena. Dhimbja e saj ishte e heshtur, e mbledhur brenda kraharorit, si një presion që nuk gjente dalje. Ajo vazhdonte të shkonte në punë, të studionte, të ecte nëpër rrugët e huaja sikur gjithçka ishte normale, ndërsa brenda po shihej diçka themelore. Në një mbrëmje, kur u përpoq të blinte bukë me disa monedha të mbetura, e kuptoi plotësisht çfarë i kishte ndodhur. Nuk ishte thjesht fund martese, ishte fshirje, një përpjekje për ta zhdukur financiarisht, për ta lënë pa zë dhe pa zgjedhje. Ajo u kthye në apartament, u ul në shtrat dhe shikoi murin për një kohë të gjatë. Nuk kishte më iluzione, nuk kishte më dyshime. Ajo e dinte tani çfarë po përballte. Kjo nuk ishte vetëm divorc, ishte një përpjekje për ta nxjerrë nga jeta që ajo veti kishte ndërtuar. Salla e gjyqit ishte e heshtur në atë mënyrë që vetëm hapësirat formale din të jenë, e rënd nga rregullat dhe pritshmëritë. Drita e zbeht hynte nga dritaret e larta dhe binte mbi drurin e lustruar dhe rreshtat e bankave bosh. Elira ishte ulur vetëm në tavolinën e vogël të caktuar për të, me duart e mbledhura fort në prehër. Kishte ardhur herët jo sepse ndiheje përgatitur, por sepse nuk dinte ku tjetër të shkonte. Letra e gjykatës kishte qenë e qartë. Ora, vendi, pasojat. Arbeni mbriti 10 minuta më vonë, i sigurt dhe pa nxitim. Nuk ishte vetëm. 2 avokate shoqëronin, të dy me kostume të errta, dosje në sqetull, zëra të ulët dhe të kontrolluar. Përshëndetën në punësin e gjykatës me familiaritet. Njëri buzëqeshi. Arbeni rregulloi xhaketën dhe hodhi një vështrim të shkurtër nga Elira, jo me zemërim, por me sigurinë e ftohtë të dikujt që besonte se rezultati ishte tashmë i vendosur. Elira kishte veshur një fustan të thjeshtë, të pastër, por të përdorur, atë që e mbante për provime ose takime zyrtare. Para saj nuk ishte asnjë dosje, asnjë këshill të përshpëritur, askush që të përkulej pranë saj për ta qetësuar. Kur uli syt mbi tavolinë, vuli re një gërvishtje të zbeht në dru dhe e ndoqi me sy, duke u përqendruar te ai detaj i vogël për të mbajtur frymëmarrjen të qetë. Gjykatësi hyri, të gjithë u ngritën, formalitetet u ndoqën, të thëna në gjermanisht të saktë, që asaj dite Elirës i dukej më e mprehtë se zakonisht. Emri i saj tingëlloi i huaj kur u lexua me zë të lartë, sikur t'i përkiste dikujt tjetër. Seanca filloi shpejt, me efikasitet. Avokati i Arbenit foli i pari, duke paraqitur çështjen me lehtësi profesionale. Prishje martese, dallime të pakëpërcyeshme, marrëveshje financiare tashmë të trajtuara. Elira dëgjonte, duke u përpjekur të kapte çdo fjalë. Kuptimi i gjuhës ishte i mirë, por stresi e shtrëmbonte gjithçka. Kapte shprehje si pasuri të përbashkëta, përgjegjësi financiare, masa të përkokshme. Çdo fjali dukej sikur mbante një peshë që ajo nuk mund ta ngrinte. Kur Arbeni u ftua të fliste, u ngrit pa hezitim. Zëri i tij ishte i qëndrueshëm, pothuajse i qetë. E përshkroi martesën si të pabarabartë, jo praktike. Foli për punën e tij, të ardhurat, kontributet. Kur përmendi Elirën, toni i tij ndryshoi lehtë. Ajo është ende duke studiuar, tha ai, duke hedhur një vështrim të shkurtër drejt saj. Nuk ka qenë kurrë e pavarur financialisht. Unë e kam mbështetur. Unë e kam menaxhuar shtëpinë. Unë jam marrë me gjithçka. Gjykatësi pohoi me kokë, duke mbajtur shënime. Arbeni vazhdoi, i inkurajuar. Ajo zgjodhi një rrugë që tani nuk sjell të ardhura. Ishte zgjedhja e saj. E respektova, por nuk mund të ndëshkohem për këtë. Elira ndjeu ndehtësi në fytyrë. Donte të fliste, të shplikonte netët e punës, paratë që kishte transferuar, balancën që kishte kërkuar mes studimit dhe kontributit. Por askush nuk e kishte pyetur ende.
dhe kur uli syt mbi tavolinë, avokati i Arbenit ishte ashmë në këmbë përsëri. Ai kërkoi një vendim të menjëhershëm për kontrollin e përkohshëm të pasurive, akses të plot në llogarinë e përbashkët, autoritet mbi pronën e përbashkët, një marrëveshje minimale bazuar në mungesën e të ardhurave aktuale të Elirës. Fjalët e tij ishin të buta, logjike, të ndërtuara mbi dokumenta që Elira nuk i kishte parë kurrë. Ajo është pa përfaqësim, tha ai qetësisht. Faktet janë të qarta. Shtyrja e procesit nuk i shërben askujt. Gjykatësi u kthye nga Elira për herë të parë. Shprehja e tij ishte neutrale, profesionale. Zonjë, ndali lehtë te mbiemri i saj. A keni përfaqësim ligjor sot? Elira u ngrit ngadalë. Këmbët i dukeshin të pasigurta, por qëndroi drejt. Jo, tha qetë. Jam ende duke u përpjekur të siguroj një. Arbeni nxori një frym të butë, pa e fshehur padurimin. Njëri nga avokatët e tij ndryshoi pozicion, tashmë duke parashikuar hapin tjetër. Gjykatësi rrudhi pak vetullat. Ju jeni njoftuar për këtë seancë prej vesh? Po, por aksesi im i fondeve u hoq. Unë? Arbeni e ndërpreu, i pa aftë të ndalej. Kjo nuk është përgjegjësia ime, ajo duhet të ishte planifikuar më mirë. Gjykatësi ngriti dorën për qetësi, por dëmi ishte bërë. Pabarazia ishte tashmë e dukshme, e pamohueshme. Njëra palë e përgatitur, e mbështetur, e sigurt. Tjetra qëndronte vetëm, duke u përpjekur të formonte fjalë ndërsa toka i lëvizte nën këmbë. Elira ndjeu të zhveshur, çdo pjesë e jetës saj e reduktuar në numra, etiketa, supozime. Studente, e varur, e huaj, e heshtur. Kur më në fund u ftua të fliste, salla dukej tepër e madhe. Ajo shpjegoi sa më thjesht mund të konte, që punonte, që kontribonte, që besonte se financat e tyre ishin të përbashkëta. Zëri nuk i dridhte, por as nuk mbante autoritet. Ishte zëri i dikujt që kërkonte të besohej, jo të impononte një të drejtë. Arbeni tundi kokën te sa ajo fliste, një gjest i drejtuar nga gjykatësi. Ajo është e hutuar, tha ai kur ajo mbaroi. Nuk e kupton si funksionojnë këto gjëra. Unë jam marrë me gjithçka për efikasitet. Fjala efikasitet ra si një akuzë. Gjykatësi hodhi një sy nga ora. Procedurat duhet të vazhdonin. Rregullat ishin rregulla. Ai shpjegoi, me kujdes por me vendosmëri, se pa përfaqësim, gjykata nuk mund të prestë pafundësisht. Masat e përkohshme duhet të vendosen. Elira ndjeu peshën e pashmangshmërisë që e shtypte. Ajo nuk kishte dokumenta për t'i kundërshtuar të tyret. Nuk kishte një zë profesional për ta përkthyer realitetin e saj në gjuhë ligjore. Jeta e saj, ashtu siç e njihte, po vendosej në një dom ku ajo madri ekzistonte. Qëndroi aty, me duart e mbledhura, syt përpara. Nuk qau, nuk u lut. Poshtimi nuk ishte i zhurmshëm, ishte klinik, procedurial, i mbështjellur me ligjlëri. Gjykatësi rregulloi syzet duke u përgatitur të fliste përsëri. Fjalët që do të ndryshonin gjithçka që ndronin pezull në ajër, gati të binin. Dhe atëherë, dyert në fund të sallës së gjykatës u hapën. Salla e gjyqit ishte zhytur në një heshtje të tendosur. Atë lloj heshtjeje që vjen pak çaste para se të merret një vendim përfundimtar. Dosjet ishin vendosur me kujdes mbi bankën e gjyqtarit. Stilolapsi i tij qëndronte pezull, gati për të shkruar. Elira qëndronte në vendin e saj, me shpinën drejt, por me kraharorin të shtrënguar, sikur po mbahej vetëm me forcën e vullnetit. Pasojat po formoheshin tashmë në ajër, të rënda dhe të pashmangshme. Pastaj, dyert në fund të sallës u hapën. Zhurma nuk ishte e fortë, por ishte vendimtare. Hapat mbi dyshemen e lustruar u dëgjuan të ngadalta dhe të sigurta, duke qarë heshtjen me autoritet. Kokat u kthyen një nga një. Edhe avokatët e Arbenit u ndalën në mes të përshpëritjeve, sikur e ndjenin instinktivisht se diçka kishte ndryshuar. Një grua hyri e vetme. Ishte në të 60-tat e hershme, e gjatë, e përmbajtur, e veshur me një kostum gri të qepur me fines, që rezatonte autoritet pa teprim. Flokët i kishte të rregulluara me kujdes, me fije argjendi, dhe qëndrimi i saj ishte i drejtë, formuar nga vite drejtimi, jo nga krenaria. Mbante vetëm një çantë lëkure, të vjetër por të përkryer, si ato që i përkasin njerëzve që zgjedhin thelbin mbi shfaqjen. Nuk kishte nxitim në lëvizjet e saj, por çdo hap tregonte një urgjencë të kontrolluar nga disiplina. Elira e njohu menjëherë. Për një çast, bota u ngushtua. Salla, gjyqtari, Arbeni, dosjet, gjithçka u zbeh në skaje. Gryka ju shtrëngua dhe ju desh të kapte buzën e tavolinës për të mbajtur. Nëna e saj. Nuk ishin parë prej vitesh. Jo për shkak urrejtjeje, jo për shkak tradhtie, por sepse Elira kishte dashur hapësirë.
Kishte lënë Shqipërinë e vendosur të ndërtonte një jetë që i përkiste vetëm asaj, larg pritshmërive, larg një mbiemri të fuqishëm, larg hijes së një gruaje që mbushte çdo dhomë ku hynte. Nëna e saj nuk e kishte ndalur, nuk e kishte ndjekur, nuk kishte ndërhyrë. Kishte qëndruar larg me qëllim, duke besuar se pavarësia ka vlerë vetëm kur zgjidhet vërtet. Deri tani, gruaja u ndal pranë tavolinës së sekretarisë dhe foli qetë, me një zë të matur, profesional, me atë theks shqiptar që nuk mund të fshihej as nën formalitetin gjerman. Kërkoj ndjes për vonesën, tha ajo. Jam këtu për të hyrë zyrtarisht si përfaqësuese ligjore e palës së paditur. Gjyqtari ngriti kokën me mprehtësi. Rregulloi syzet, vështroi fytyrën e saj dhe më pas dokumentet që ajo vendosin mbi tavolinë me saktësi të qetë. Emri juaj? Pyeti ai. Ajo e tha qartë, pa hezitim, një emër që kishte peshë përtej asaj salle, një emër i njohur në qarqet ligjore shqiptare, i cituar në studime akademike, i lidhur me çështje që kishin krijuar precedent dhe reforma institucionale. Pastaj shtoi shkurtimisht kualifikimet e saj, të padiskutueshme. Jam i licencuar për të ushtruar profesionin në Gjermani përmes përfaqësimit ndërkufitare europian, shtoi ajo, duke parashikuar pyetjen. Dokumentet janë dorëzuar elektronikisht që këtë mëngjes. Njëri nga avokatët e Arbenit u tendos, tjetri nisi të shfletoj dosjen me ngutë. Gjyqtari tundi kokën ngadalë. Mirë, mund të vazhdoni. Vetëm atëherë ajo u kthye nga Elira. Sytë e tyre u takuan. Nuk ndodhi asgjë dramatike mes tyre, as lot, as përqafim, vetëm njohuri, krenari e mbajtur me përmbajtje, leftësimi fshehur pas disiplinës. Elira ndjeu diçka brenda saj të zhbëhej për herë të parë atë ditë. Gruaja u kthye sërish nga salla. Për proces verbalin, tha ajo me ton të një trajtëshëm, jam gjithashtu nëna e palës së paditur. Efekti ishte i menjëhershëm. Një murmurim përshkoi sallën para se gjyqtari të godaste një herë çekiçin duke rikthyer rendin. Koka e Arbenit u ngrit vrullshmej. Vetbesimi që e shoqëronte gjithë paraditen u lëkund, duke u zvendësuar nga një hutim që shpejt u kthye në mosbesim. Nëna e saj? Përshpëriti ai. Nëna e Elirës qëndronte pa lëvizur, me duart lehtë mbi tavolinë. Prania e saj tashmë e mbushte hapësirën me një kërcënim të qetë. Nuk e shikoi Arbenin ende, nuk kishte nevojë. Ajo u drejtua fillimisht gjyqtarit, duke paraqitur bazën për ndërhyrje të menjëhershme. Toni i saj ishte i qetë, pathuese shpjegues, teksa përmendi dokumenta financiare, shkelje proceduriale dhe bllokimin e një anshëm të një llogarie të përbashkët, financuar nga të dyja palët. Ajo nuk fliste me akuza, por me fakte, të renditura me kujdes, secila në vendin e saj. Avokatët e Arbenit tentuan të ndërhynin. Ajo i ndali pa ngritur zërin, cituan ligje dhe vendime të mëparshme me lehtësi. Gjyqtari tani dëgjonte me vëmendje të plot. Stilolapsi i tij nuk qëndronte më pezull, por shkronte vazhdimisht. Vetëm atëherë ajo u kthye një Arbeni. E vështroi për një çast, jo me zemërim, por me vështrimin e ftohtë të dikujt që është mësuar të identifikojë dobësitë. Kur foli, zëri i saj ishte i qëndrueshëm. Ju e përshkruat vajzën time si të varur, e quajtët kontributin e saj të parëndësishëm, i përshkruat fundet si pronë ekskluzivisht tuajën. Ajo nuk përmendi se, ndërsa studionte mjeksi me kohë të plot, ajo punonte me kohë të partme dhe kontribonte rregullisht në atë llogari. Nuk përmendet se ajo llogari ju paraqit si e përbashkët, me kuptimin e qartë se reprezentonte një atardhme që po e ndërtonit së bashku. Arbeni hapi gojën, por nuk i doli asgjë. Po ashtu, vazhdoi ajo, nuk informuat gjykatën se bllokimi i asaj llogarie u bë panonim, duke lënë atë pa mjete jetese në një vend të huaj. Ky mos deklarim nuk është i rastësishëm. Njëri nga avokatët e tij lëvizi i parehatshëm, tjetri nisi të shfletoj dosjen me ngutë. Elira e ndoqi nga vendi i saj, duart tashmë të çliruara. Poshtrimi që kishte përthithur më herët filloi të tërhiqej, duke u zvendësuar nga diçka më e qëndrueshme. Jo triumf, tokë nën këmbë. Nëna e saj nuk argumentoi emocionalisht, nuk ngriti zërin. Ajo e shpërbëri narrativën cop për cop, duke zbuluar pabarazin që Arbeni kishte tentuar të maskonte si efikasitet. Çdo fjali binte qartë, pa zbukurime, pa mëshirë. Gjyqtari u mbështet pak në pas, duke rivlerësuar gjithçka që kishte ndodhur më herët. Kjo gjykat nuk do të vazhdojë nën supozimin se njëra palë është e papërfaqësuar, as nuk do të injorojë pretendime të besueshme për përjashtim financiar. Fytyra e Arbenit u shtrëngua. Rezultati që kishte pritur i ishte rrëshqitur nga duart. Nëna e Elirës mbylli qetësisht çantën e saj. Nuk jemi këtu për të vonuar drejtësinë, jemi këtu për të siguruar se ajo të ekzistojë. Pasoi një heshtje,
jo atë boshllëku në mëparshëm, por një heshtje e mbushur me pasoja. Elira u drejtua pa e kuptuar. Për herë të parë së nga ardhja e dokumenteve të divorcit, ndjeu se toka nën këmbët e saj ishte e fortë. Balanca kishte ndryshuar dhe të gjithë në sallë e dinin këtë. Salla e gjyqit nuk ndihej më si një vend procedure, ndihej si një vend zbardhjeje. Nëna u ngrit pa ngut, ashtu siç ngrihen njerëzit kur e dinë se koha më në fund është në anën e tyre. Ajo nuk ngriti zërin, nuk dramatizoi, thjesht hapi dosjen dhe lejoi që e vërteta të fliste vetë. Ajo filloi me data, jo me emocione, jo me akuza, me data. Në ekranin e sallës u shfaq një kronologji e thjeshtë, muaj pas muaji, vit pas viti. Çdo hyrje ishte e saktë, e përmbajtur, e pamohueshme. Emri i Elirës shfaqej vazhdimisht pranë shifrave që nuk ishin të vogla, as simbolike, por të rregullta dhe të qëndrueshme. Këto janë kontributet e saj, tha nëna me qetësi. Jo dhurata, jo favore, të ardhura. Ajo shpjegoi se si Elira, ndërsa studionte mjeksi me kohë të plot, punonte turne të gjata në mbrëmje në klinika, farmaci dhe shtëpi kujdesi. Se si transferonte rregullisht para në llogarinë e përbashkët që ndanin. Se si dërgonte një pjesë të ardhurave në Shqipëri për të mbështetur familjen, ndërsa ende kursente me bashkëshortin sepse besonte se po ndërtonin diçka së bashku. Gjykatësi u përkul përpara. Arbeni qëndronte ende ulur, fillimisht me krahët e kryqëzuar, nofullën e shtrëngur, duke ende mjaftueshëm i sigurt për të menduar se kjo ishte e menaxhueshme. Pastaj, shifrat vazhduan. Nëna paraqiti pasqyrat bankare, jo për mbledhje, por origjinale, transferta të theksuara, të shënuara, të krahasuara. Çdo depozit e lidhur me kontratat e punës së Elirës, çdo tërheqje e ndjekur me kujdes. Kjo llogari, vazhdoi ajo, ju paraqit vajzës sime si një themel i përbashkët. Ajo që nuk e dinte, ishte se sa përzgjedhësisht po përdorej. Ajo ndaloi për një çast, duke lënë heshtjes hapësirën e saj. Pastaj, ndryshoi drejtim. Ekrani u ndërrua. U shfaq një grup i dytë llogarish, banka të ndryshme, struktura të ndryshme, transaksione të vogla në fillim, të dizenjuara për të mos tërhequr vëmendje. Pastaj më të mëdha, të rregullta, me një model të qartë. Këto llogari, tha ajo, nuk janë deklaruar gjatë procedurave të divorcit. Avokati Arbenit u tenso. Nëna nuk e pa atë, syti mbajti vetëm te gjykatësi. Këto janë regjistruar në struktura të ndërmjetshme të lidhura me paditësin. Qëllimi i tyre nuk ishte rritja e investimeve. Qëllimi ishte largimi. Largimi. Fjala ra rënd në sallë. Ajo shpjegoi se si fondet ishin zhvendosur nga llogaria e përbashkët në zotërime private, si ishin nënkuptuar miratima që kurrë nuk ishin dhënë realisht, si autorizimet digjitale ishin krijuar gjatë orëve kur Elira ishte në turn nate, fizikisht e pamundur për të dhënë pëlqim. Pastaj, paraqiti dokumentin që ndryshoi temperaturën e dhomës. Një formular pëlqimi. Në pamje të parë, duke rutinë, një nënshkrim i skenuar, një orë regjistrimi, një shenjë kontrolli. Ajo e vendosi pra një dokumenti tjetër, nënshkrimin e vërtet të Elirës. Krah për krah. Dallimi ishte i pamohueshëm. Gjykatësi e vështroi më gjatë se sa ishte nevojshme. Ky pëlqim, tha nëna me zë të ulët, nuk është dhënë, është simuluar. Arbeni lëvizi për herë të parë. Këmba i ra një herë në dysheme. Frymëmarrja ju bë e dëgjueshme. Nëna nuk e akuzoi drejt për drejt, nuk kishte nevojë. Ajo thjesht kërkoi që gjykata të shënonte mospërputhjen. Pastaj, kaloi në shtresën e fundit. Asetet e pa deklaruara. Interesa pronësie që nuk ishin përmendur kurrë, instrumente investimi që nuk shfaqeshin askund në dosje. Llogari që ekzistonin vetëm sepse dikush besonte se askush nuk do të shikonte mjaft thellë. Ajo kishte parë. Ajo shpjegoi se si këto asete ishin strukturuar për të dukur të ndara, ndërkohë që ushqeheshin nga fonde martesore. Si koha përputhej saktësisht me periudhat kur Elira rritte kontributet e saj, duke besuar se po kursenin së bashku. Besimi, tha nëna qetësisht,
ishte mekanizmi. Shprehja e gjykatësit u shpërso. Avokati i Arbenit u ngrit më fund. Ai u përpoq të ndërhynte, përmendi çështje procedure, kohe, jurisdiksioni. Zëri i tij nuk kishte më sigurinë e mëparshme. Fliste shpejt, sikur shpejtësia të mund të mbulonte rënimin. Nëna priti derisa të mbaronte. Pastaj u përgjigj. Çdo kundërshtim u trajtua pa përçmim. Secili u hodh poshtë me referenca dhe precedent. Salla kishte ndryshuar plotësisht. Kjo nuk ishte më një debat mes të barabartëve. Ishte një çmontim i kontrolluar. Gjykatësi lejoi vazhdimin e pyetjeve. Arbeni u thërri përpara. U ngrit më ngadalë se më parë. Nën pyetje, përgjigjet nisën me kujdes. Ai përsëriti pretendimet e mëparshme, këmbësisti se fondet ishin të tijat, minimizoi të ardhurat e Elirës, u mbështet në idenë e efikasitetit të menaxhimit. Pastaj, shifrat nisën kundërshtit. Data që nuk i mund të përputhte, transferta që mohoi, pastaj pranoi pjesërisht. Llogari për të cilat tha se nuk kishte dieni, pastaj pranoi harres. Zëri u shtrëngo. Avokati i Arbenit u ul përsëri. Nëna nuk e shtyu me agresivitet. Ajo lejoi mos përputhjet të grumbulloheshin. Në një moment, Arbeni përpoq ta kronizonte situatën emocionalisht. Foli për stres, përgjegjësi, presion. Përpoq të rimerte autoritetin përmes tonit. Dështoi. Sepse numrat nuk reagojnë tek toni. Në fund, erdhi pyetja që e mbylli të gjitha. A deklaruat të gjitha asetet martesore gjatë këtyre procedurave? Pyeti nëna. Pati në pauzë. Salla priti. Arbeni hezitoi pak më shumë se ç'duhej. Nuk mendova se, filloi ai, pastaj u ndal. Gjykatësi ngriti kokën menjëherë. Nuk mendova se llogariteshin, përfundoi Arbeni. Heshtje. Jo shok, jo murmutje. Vetëm heshtje. Nëna e mbylli dosjen. Kjo, tha ajo, është fshehtësi. Avokati i Arbenit u ngrit përsëri, pastaj u ul pa thënë një zë. Gjykatësi hoqi syzet. Balanca e dhomës kishte ndryshuar plotësisht. Arbeni nuk dukej më si një njeri në kontroll. Dukej si dikush që kishte nënvlerësuar përgatitjen e heshtur. Elira qëndronte qetë. Ajo nuk buzëqeshi. Nuk e pa Arbenin, por diçka brenda saj u vendos. Jo lehtësim, mbyllje. Sepse e vërteta nuk kishte nevojë për zëmërim. I duhej vetëm dritë. Dhe nëna të dritë, Arbeni ishte shkatruar vetë, në proces verbal, me fjalët e tij, pa askënd që ta mbronte më. Jashtë gjykatës, ajri ftohti pas ditës gjermane, dukej më i rëndë se më parë. Njerëzit dilnin me hapat shpejt, avokat që flisnin në telefon, familjar që mbanin dosjen në krah, por për Elirën gjithçka lëvizte ngadalë, sikur koha të kishte humbur ritmin e saj. Ajo mendonte se gjithçka kishte mbaruar aty brenda, se e vërteta ishte thënë, se dëmi ishte ndalur. Por lakmia nuk ndalet lehtë dhe tradhtia rrallë vjen vetëm një herë. Ndërsa nëna po fliste me një nga punonjësit e gjykatës për hapat procedurial, një makinë e zezë luksoze u ndal pak metra larg hyrjes. Xhamat u ulën ngadalë. Një burr i veshur me pallto të shtrenjtë doli, me një dosje të trashë në dorë dhe një shprehje që nuk kishte as turp, as ngrohtësi. Elira u ngrir. Ishte Jati. Njeriu që kishte munguar për vite. Njeriu që kishte zgjedhur distancën, biznesin, interesin, gjithmonë mbi familjen. Ai nuk erdhi me përqafim, nuk erdhi me keqardhje, erdhi me dokumente. Kam ardhur për pronën, tha ai pa përshëndetje, duke hedhur syt drejt Elirës, pastaj drejt nënës së saj. Ka një kredi të hapur, shtëpia është vendosur kolateral. Fjalët ranë sigur. Elira ndjeu sikur toka i lëvizi nën këmbë. Shtëpia. E vetmja gjë që kishte menduar se ishte e sigurt, vendi ku kishte jetuar, ku kishte studiuar nedve, ku kishte besuar se po ndërtonte një të ardhme. Nëna nuk reagoi menjëherë, nuk u tensionua, nuk e ngriti zërin.
Ajo zgjati dorën dhe mori dosjen, e hapi ngadalë, e lexoi. Pastaj buzëqeshi lehtë, jo me gëzim, me njohje. Kjo kredi, tha ajo qetë, nuk ka asnjë fuqi ligjore. I ati u vrejnë. Dokumentet janë të qarta, Arbeni ka nënshkruar, ka marrë shumën. Afati ka kaluar. Nëna nxori një dokument tjetër nga çanta e saj, një strukturë ligjore e krijuar vite më parë. Një akt besimi familjar, i ndërtuar pikërisht për raste të tilla. Shtëpia, vazhdoi ajo, është e mbrojtur nga një strukturë që kërkon pëllqimin e të dy bashkëshortëve për çdo përdorim si kolateral. Ajo ndaloi për një çast. Dhe vajza ime nuk ka dhënë kurrë pëllqim. I ati u përpoq të fliste. Ka një nënshkrim. Nëna e ktheu dokumentin nga ana tjetër dhe e vendosi pranë një tjetër flete. Nënshkrimi i vërtet i Elirës. Dallimi ishte i qartë. Ky është i falsifikuar, tha ajo, pas një emocion, dhe kjo kredi është ndërtuar mbi mashtrim. Rreth tyre, disa njerëz ishin dalur, një avokat tjetër po dëgjonte, një gazetar që ndronte pak më larg me telefon në dorë. I ati e kuptoi, jo sepse kishte ndërgjegje, por sepse pa se nuk kishte më terren. Ai uli dosjen ngadalë, nuk kërkoi falje, thjesht u tërhoq një hap prapa. Do të flasi më vonë, murmuriti ai, por zëri i tij nuk kishte më autoritet. Nuk ka më vonë, ka vetëm ligj, ju përgjigj nëna. Ai u kthye dhe u largua, duke humbur mes njerëzve, i zhveshur nga çdo pretendim, i detyruar të tërhiqej publikisht. Elira qëndroi pa lëvizur. Tradhtia e fundit kishte ardhur nga gjaku i saj, por dhimbja nuk ishte më e mprehtë. Ishte e qartë, e kuptueshme. Arbeni nga ana tjetër nuk kishte më asgjë. Asetet e tij ishin ngrirë, pretendimet e tij ishin shembur. Avokati i tij nuk i qëndronte më pranë. Emri i tij tashmë ishte shënuar për hetime financiare. Autoritetet kishin nisur procedurat, transaksionat do të ndiqeshin. Asgjë nuk do të mbetej e fshehur. Lakmia e kishte quar shumë larg dhe kishte marrë gjithçka me vete. Elira mori frymë thellë për herë të parë atë ditë. Nuk ndjeu triumf, ndjeu drejtësi, sepse çdo burr që kishte tentuar të përfitonte prej saj, bashkëshorti, babai, çdo figurë që patek ajo vetëm një mjet, tashmë ishte zhveshur nga çdo lev pushteti. Ajo nuk ishte vituar sepse kishte luftuar. Ajo kishte vituar sepse kishte qëndruar e drejtë. Dhe këtë herë, drejtësia nuk kishte ardhur me zhurmë. Kishte ardhur duke hequr gjithçka që nuk duhej të ishte marrë kurrë. Koha kaloi, jo me nxitim, jo me dramë, por ashtu siç ndodh gjithmonë shërimi i vërtet. Ngadalë, në heshtje, me ditë që nga jashtë dukeshin të zakonshme dhe nga brenda ndieshin të rënda. Elira qëndroi në Gjermani. Ajo e përfundoi atë që kishte nisur. Rruga e mjekësisë, që dikur i dukej si një ngjitje e pamundur, u bë sërish të rregullt. Leksione në mëngjes, turne të gjata në spital. Mbrëmje duke rishikuar shënimet në një tavolinë të vogël kuzhine, me një filçan çaji të ngrohtë pranë dhe muzikë shqiptare që luante lehtë në sfond. Ajo u kthye te rutinat, por këtë herë ishin të sajat, jo të ndërtuara mbi sakrifica për rehatinë e dikujt tjetër. Llogaria e përbashkët nuk ishte më plag. Ajo u mbyll, u kontrollua, u kthye pjesë aty ku i takonte. Elira hapi llogarinë e saj bankare, në emrin e saj, me para të fituara nga puna e saj. Herën e parë që paga ju transferua në atë llogari, ajo e shikoi ekranin më gjatë se ç'duhej. Jo për shumën, por për atë që përfaqësonte. Kontroll, pavarësi, paqe. Ajo ndaloi së shpjeguari veten për njerëz që kurrë nuk dëgjuan. Ndaloi së kërkuari falje për ambicien. Ndaloi së uluri zërin në dhoma ku e kishte fituar vendin e saj. Ditët e saj vazhduan të ishin të gjata. Mjekësia nuk zbutet për askënd. Kishte net kur kthej në shtëpi e lodhur, këpucët i linte te dera, palton ende mbi supe, ndërsa mbështetej pas murit dhe merrte frymë thellë. Por lodhja tani ishte e pastër. Nuk mbante më frikë brenda saj. Ema e vizitonte shpesh. Jo si avokate, jo si shpëtimtare, si nën.
Ato rindërtuan marrëdhënien e tyre pa nxitim, ashtu si riparohet diçka e brisht. Shëtitje në rrugë të qeta, vakte të thjeshta të gatuara bashk, supë që zjente ngadalë, bukë e këputur me dorë, biseda që lëviznin mes së shkuarës dhe së tashmes pa akuza. Folën për vitet që humbën, por nuk jetuan brenda tyre. Folën për kufit, për krenarin, për çmimin e heshtjes. Kishte momente tensioni, momente lotësh, momente kur asnjëra nuk dinte çfarë të thoshte. Por qëndruan aty. Kjo ishte e re. Kjo ishte shërim. Elira nuk e përcaktonte më suksesin si mbijetesë. E përcaktonte si qëndrueshmëri. Ajo u zhvendos në një apartament modest pranë spitalit. Asgjë luksoze. Linja të pastra, dritë dielli që hynte në mëngjes. Një balkon i vogël ku pinte kafen dhe shikonte qytetin teksa zgjohej. Në mur, vuri certifikatën e mjekësisë, jo me kornisë të randë, por mjaftueshëm sa për t'i kujtuar vetes se kishte përfunduar atë që dikur kishte frikë se do ta humbiste. Ajo filloi sërish të dërgonte paratë e familja në Shqipëri, por këtë herë nga dëshira, jo sepse dikush tjetër kontrollonte tregimin e sakrificës. Arbeni zhduk plotësisht nga jeta e saj e përditshme. Emri i tij shfaqej her pas here, në nënjtime ligjore, në biseda të qeta që i dëgjonte pa u përfshirë. Hetimet vazhduan, llogaritë të sekuestruara, marrëdhënie profesionale të shkatëruara. Njerëzit që dikur i qëndronin pranë u tërhoqën, ftesat pushuan. Bota e tij u tkur, ashtu siç ndodh kur ndërtohet mbi privilegj dhe mendjemadhësi. Nuk pati hakmarrje dramatike, vetëm pasoja. Elira nuk e ndoqi nga afër rëndjen e tij. Nuk kishte nevojë. Ta dinte se ekzistonte, ishte e mjaftueshme. Ta dinte se ajo nuk ishte më pjesë e saj, ishte liri. Ndonjëherë vonë natën, mendonte për sallën e gjyqit. Momentin kur qëndroi e vetme, peshën e feshtjes që i shtypte kraharorin. Kujtonte sa ishte zbuluar ndiher, sa e vogël ishte dukur ajo dhomë. Dhe pastaj, kujtonte se heshtja nuk e kishte thyer. E kishte mbrojtur derisa erdhi e vërteta. Ajo kuptoi diçka që më parë nuk e kishte kuptuar. Heshtja nuk ishte dobësi, ishte përmbajtje. Besimi nuk ishte budallallëk, ishte bujari e dhënë personit të gabuar. Tradhtia nuk përcaktoi dështimin e saj, zbuloi karakterin e një dikujt tjetër. Një mbrëmje të qetë, pasi mbaroi një tur në spital, Elira u kthye në shtëpi ngadalë. Dritat e qytetit pasqyroheshin lehtë mbi trotuar, çantën e mbante në një shupë, palton ende mbi supe, ndërsa mbështetej pas murit dhe merrte frymë thellë. Por lodhja tani ishte e pastër, nuk mbante më frikë brenda saj. E ëma e vizitonte shpesh, jo si avokate, jo si shpëtimtare, si nën. Para se kjo histori të mbyllet plotësisht, ka disa mësime që vlen të qëndrojnë me ne. Jo çdo heshtje është dobësi. Disa njerëz heshtin sepse po mbijetojnë, sepse po mbledhin forcë, sepse po presin momentin kur e vërteta të flas vetë. Jo çdo besim është naivitet. Ndonjëherë është thjesht zemër e pastër që u dha personit të gabuar, dhe kjo nuk është faj, është njerëzore. Dhe jo çdo tradhti është fundi i një njeriu. Shpesh është fillimi i qartësisë. Është momenti kur maskat bien dhe karakteri i vërtet del në dritë. Elira nuk fitoi sepse u hakmor. Ajo fitoi sepse nuk lejoi që padrejtësia ta shndronte në diçka që nuk ishte. Ajo zgjodhi dinjitetin, zgjodhi veten dhe ndërtoi një jetë që askush nuk mund t'ia rrënojë më. Nëse kjo histori të preku, nëse të bëri të mendosh për mënyrën si trajtojmë të tjerët, ose të kujtoj se edhe heshtja ka forcë, të ftoj të na mbështesësh me super falenderim. Mbështetja jote ndihmon që këto histori të vërteta të vazhdojnë të tregohen dhe ky kanal të qëndrojë gjallë. Na shkruaj edhe në komente, çfarë mësimi more nga kjo histori? A ke përjetuar ndonjëherë moment kur dikush të nënvlerësoi? Dhe mos harro, ji gjithmonë i kujdesshëm kë nënvlerëson, sepse nuk e di kur se çfarë